Të dashur shqiptar, sot dua të falenderoj të gjithë arkeologët grek minoritar që urrejnë kaq shumë Shqipërinë. Po ashtu dua të falenderoj të gjithë arkeologët francezë që përbuzin kaq shumë Shqipërinë dhe Kosovën. Dua të falenderoj sidomos Universitetin e Ohio's, profesorët e të cilit mblodhën të gjitha mbishkrimet ilire, duke menduar se ato ishin greke, dhe i kanë pastruar këto pllaka, këto monumente, kanë arritur madje dhe t'i grabisin shumë bukur, sepse në Shqipëri do ishin shkatruar fare, i kanë grumbulluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një gjë madhështore. Nga që ata besonin gjithkohës që kishin të bënin me mbishkrime greke, unë arrita t'i grumbulloj të gjitha këto mbishkrime. Shteti shqiptar nuk do t'i kishte grumbulluar dot kur. Kjo për arsyen se ilirët të dashur shqiptar kanë banuar në Rom, Alba Longa është krijuar nga ilirët, që unë nuk e dija. Kanë banuar në Italinë e Jugut me sapët. Kanë banuar gjithashtu në Italinë e Veriut. Ligurasit ishin ilirë, është e pohuar kjo nga Straboni. Kanë banuar gjatë gjithë vijës së Danubit. Kanë banuar në Panonia, kanë banuar sidomos në Thraki. Tani në Thraki janë bërë gjetjet më spektakolare. Duke menduar që këto pllaka ishin në greqisht, janë ruajtur këto pllaka. Në këto pllaka të dashur shqiptar, unë kam gjetur pikërisht mbishkrimin Zeusi Ujk. Mos qani, ju lutem. Nuk do ishte bërë ky zbulim kur pa ndihmën e amerikanëve që besonin që këto ishin mbishkrime greke. Në qoftë se amerikanët nuk do t'i kishin mbledhur me kujdes këto pllaka, ato do të kishin përfunduar në bodrume të errëta siç kanë përfunduar në Maqedoni. Ndërsa këto zbulime që po ju tregoj unë tani janë bërë në Thraki, domethënë në Bullgari, që ka qenë e banuar nga ilirët. Thrakët flisin një dialekt ilir, kjo është për të qartë. Dhe thrakët i thonin ujkut, ulku, i u betohem për atë zot, sepse ato i thonin zotit e luftës, diu ulku. Dhe gjë më e bukur është se mbishkrimi që kam gjetur unë është në rasën dhanore si në shqip, sepse në shqip është shkrirë rasa dhanore me rasën gjinore. Pra, dedikimi është bërë në rasën dhanore. Dhe kjo është arsye që ka dalë pa formën e trajtës së shquar në helenisht. Kjo është e pabesueshme, kjo që ka ndodhur. Është në rasën dhanore edhe fjala diu, zoti, edhe fjala ulku, ujku, sepse në ilirisht pra ka ndodhur shkrirja e rasës dhanore me atë gjinore, si në shqip. Kjo është një lemeri e vërtet. Tani, gjë më bukur është se në një mbishkrim tjetër që kam gjetur, do nxjerr më vonë, sqarohet kjo fjalë me fjalën helene, lykos, ujku. Pra e di me siguri që kjo është ulku. Po gjë më bukur është kjo. Në gjuhën ilire, një bashkëtingëllore e laringut që është zhdukur, por ekziston në gjuhën hitite, të shkruar rreth viteve 1900 para erës son. Kjo bashkëtingëllore e laringut ishte kaq e fortë sa në gjuhën ilire është bërë k. Dhe fjala ulku, ulkus, është në gjuhën e thrakasve gjithashtu kulku. Ju betohem. E njëjta gjë ka ndodhur me emrin e Vlorës, këtë e kam gjetur unë. Aulon tek mesapët në Itali është bërë kaulon. H-ja nistore, bashkëtingëllorja e laringut është bërë k. Tani ky nuk është mendimi im, ky është konkluzioni i Stefanusit të Bizantit në shekullin e 6 erës son. Ai që ka bërë pikërisht fjalorin e ilirishtes, enciklopedinë e ilirishtes në kryeqytetin e Bizantit, Konstantinopol. Tani kur ta shikoni këtë do filloni të qani me siguri. Është zbulimi më spektakolar, më i miri që është bërë deri më sot. Të dashur shqiptar, jemi me shumë fat sepse ulku dios, që do thot
ujku Zot, ka qenë perëndia e luftës ose Aresi tek thrakët. Këtë dim nga Straboni. Dhe Straboni thot pikërisht që thrakët flisnin një dialekt të ngjashëm me ilirët. Po a ka fjalë më të bukur se sa fjala ulku dius? Dhe shikoni, kjo është rënja 2207 e fjalorit të gjuhëve indoeuropiane, që unë kam botuar në vitin 2004 falas në internet. Po ta shikoni me kujdes, është gjetur fjala ulku dius, ja ku e kam shënuar këtu. Fjalka ulku dius është një tok fjalësh, i fjalës ulku, që do thotë e ujkut, dhe dius do thotë Zoti, Zeusi. Zeusi do të kemi parasysh që ishte perëndia e diellit. Pra, në gjuhën helene kemi tok fjalshin Apollos Lykos, do të thonë Apollo ujk, dhe në gjuhën ilire dhe thrakase kemi ulku dius, do të thotë gjithashtu dielli ujk ose Zeusi ujk. Është e njëjta gjë. Kjo ndodhte për arsyen se ujku gjatë dimrit banonte me hyperboreans, do të thonë në veri të Europës, në vendet e ftohta, dhe banonte gjithashtu në Aulkinion. Gjë më e rëndësishme është se bashkëngëllorja e laringut kthehet në k në gjuhën e mesapëve dhe aulon kthehet në kaulon. Edhe fjala ulkus kthehet në kulkus, do ta shikojmë në një mbishkrim tjetër që kam gjetur unë, që do të thotë gjithashtu qyteti i ujkut, dhe kjo është pikërisht Kolkis, aty ku gjendet Albania, është pikërisht një mbretëri ilire të dashur shqiptar dhe kryeqyteti është Kolkis ose Aulkinion në shqip. Pra, h-ja nisore kthehet në k vetëm në gjuhën e mesapëve dhe atë ilire. Një lloj siç u krijua emri kaulon në Italinë e Jugut nga fjala aulon, po ashtu u krijua fjala kulkus nga fjala ulku me një h nisore të fortë që ishte bashkëngëllorja e laringut. Kjo fjalë është gjetur në gjuhët slave, por sidomos është gjetur në gjuhët e ligurasve, është gjetur gjithashtu edhe në gjuhën e Panonias, siç e shikoni, dhe ka kuptimin e një përbindëshi. Në fakt, në figurat e gjetura tek daunët ishte figura e një dragoi, pra ujku ishte gjithashtu një dragua. Më e bukur është se kjo gjendet gjithashtu në gjuhën latine, gjendet gjithashtu në gjuhën sanskrite në Indi, atje ku përhapën arianët, gjendet gjithashtu në Iran. Kjo tregon që pellgu i gjendur midis Helladës dhe Ilirisë është pikërisht djepi i gjuhëve indoeuropiane, aty ku ndan dialektet indoeuropiane. Pra, ulku dius do të thotë që fjala ulku është në rastin gjinore e përdorur tek ligurasit dhe tek ilirët. Të shkojmë tek mbishkrimi trak. Të dashur shqiptar, ky është mbishkrimi trak, i mbledhur pikërisht në Universitetin e Ohio's, dhe ata kanë ruajtur me kujdes sepse kujtonin sepse ishte mbishkrim helen. Pse? Sepse ulku është në rastin gjinore, edhe tiu ose diu është në rastin gjinore gjithashtu. Tani kjo quhet gjuhë pellazge nga arkeologët francezë sepse në vend që të shkruhet me d, që është bashkëtingëllore e zëshme, fjala Zot është shkruar tiu, do të thënë Zoti, Zoti ujk, një lloj si ulku diu tek ligurasit dhe tek ilirët. Është origjina e qytetit Aulkinion. Fatmirësisht, shkencëtari dhe poeti helen Lykofron, që ka kuptimin e helenisht ai që mendon vetëm për ujkun, ai tha që fjala Aulkinion do të thotë Kolkis. Dhe pas ka patur të drejtë, mbishkrimet që kam gjetur unë tregojnë që fjala Kolkis në helenisht gjithashtu pranë saj është në helenisht Lykos, do të thotë ujk. Pra, në ilirisht ishte Aulkinion, në gjuhën e mesapëve ishte Kolkis dhe në gjuhën helene ishte Lykos. Është e njëjta fjalë, ujku. Ulku dius gjendet tek ligurasit dhe tek ilirët, po ashtu gjendet tek keltët kjo fjalë, tek slavët, tek gjuha iraniane, tek gjuha sanskrite, gjuha latine, pra tek të gjithë gjuhët indoeuropiane fatmirësisht. Dhe ky mbishkrim është në rasën dhanore, gjë që tregon që rasa dhanore është shkrirë me rasën gjinore shumë herët, pra që në shekullin e parë të erës sonë ka ndodhur ky ndryshim. Në gjuhën ilire, gjuha shqipe është krijuar të paktën në shekullin e parë të erës sonë. Daton ky mbishkrim shekullin e parë të erës sonë. Është çmenduri ky zbulim. Tregon moshën e gjuhës shqipe, kur u bashkua rasa gjinore me atë dhanore, sepse mbishkrimi është gjithmonë në rasën dhanore kujt i kushtohet ky monument diu, do të thonë Zotit.
kujt i kushtohet një ujku, ulku. Do më thënë Perëndis Zeus ujk. Tani kjo është e jashtëzakonshme sepse kjo është pikërisht rasa gjinore e helenishtes. Është e provuar. Sepse Lykos kështu e krijon gjinoren, një lloj si fjala ulku e shqipes. Pra nuk e mohojnë dot që kjo është gjinoria. Dhe prandaj kanë ruajtur këtë dokument profesorët amerikanë, mendonin që ishte grek, sepse është gjinoria e greqishtes. Por arkeologët francezë thonë jo, kjo është gjuhë pellazge sepse ata shkruajnë Zotin, Diu me t, Tiu. Dhe thonë është me gabime. Jo, nuk është me gabime sepse Tiu i thonë Zotit gjithashtu në gjuhën etruske të dashur shqiptar. I thonë Perëndisë së Zeusit, me një bashkëtingëllore të pazëshme. Pra dhe gjuha etruske sillet sikur të ishte një dialekt i lirë, gjë që është e jashtëzakonshme. Ky zbulim është epokal. Ky zbulim është bërë për faktin sepse francezët thonin që kjo është gjuhë pellazge. Për francezët, gjuha pellazge është gjuhë helene me gabime, sipas tyre të artizanëve ilirë që nuk dinin të shkruanin helenisht. Por ky është dialekt tjetër, dialekt i lirë, dhe kjo fjalë është vetëm në shqip, nuk ekziston në greqisht fjala ulku. Por ekziston edhe në gjuhën e ligurasve, në gjuhën kelte, pra është fjalë shqipe, fatmirësisht nuk është në greqisht, por është shkruar në rasën gjinore helene. Kjo fjalë edhe fjala Zoti, Tiu, që në latinisht është Diu. Ky zbulim është zbulimi më madhështor. Ky zbulim provon që gjuha shqipe është krijuar të paktën në shekullin e parë të erës sonë, siç e flasim ne sot. Por është dialekt helen. Përfundimisht, kjo është rasa gjinore e helenishtes që u shkri me rasën dhanore të helenishtes dhe ashtu u krijua gjuha nën e shqipes. Është e jashtëzakonshme. Kjo tregon që jemi autokton, por gjithashtu kjo tregon që populli i lirë është populli më i madh i antikitetit, sepse thrakasit flisnin këtë gjuhë. Kjo është gjuha e thrakasve, të dashur shqiptar. Po ashtu edhe gjuha e lirëve në Dalmaci, po ashtu edhe gjuha e ligurasve në veri të Italisë dhe gjuha e mesapëve në jug të Italisë. Dhe në Spartë, mesapja ishte në Spartë. Kaq e përhapur ishte kjo gjuhë. Kjo quhet gjuha pellazge që ta dini ju. Pra gjuhë pellazge është ilirishte ose helenishte e shkruar me gabime sipas helenëve. Fjala ilirishti përmendet tek tragjedia Triptolemus e Sofokliut, ku ai tallet me ilirët, thotë që ata e shkruajnë keq fjalën grua, gyne. Fjala gyne ka dhënë fjalën grua në shqip. N-ja e lirishtes është bërë r, rotacizmi në shqip. Zbulimi im i jashtëzakonshëm. Pra jeni krenar të dashur shqiptar me këtë zbulim? Unë jam, por edhe jam pak i trishtuar që gjuha shqipe është një dialekt i lirë dhe ilirishtja është degëzim i helenishtes. Më vjen shumë keq, por kjo është e vërteta. Pra të gjitha këto mbishkrime janë ilire, të cilat mendoheshin të ishin greke të shkruar me gabime nga artizanët dalmat dhe dardan. Sepse ky mbishkrim është gjetur pranë Dardanisë. Fshati ku është gjetur ky mbishkrim quhet Dragodan dhe kosovarët e dinë që Dragodan është gjithashtu një fshat pranë Prishtinës. Dragodan gjendet vetëm në Prishtinë dhe në Bullgari. Thuhet që është me origjinë slave, po çrëndsi ka fjala Dragodan. Rëndsi ka fjala ulk, që është në ilirisht e shkruar në rasën gjinore helene. Që u bë rasa dhanore e shqipes, u shkri gjinoria me dhanoren. Në shekullin e parë të erës sonë. Çmenduri. Është dita më e lumtur e jetës time, po edhe e trishtuar. Pra, teoria ime nuk është pa bazë. Ilirishtja është degëzim i dialekteve helene dhe shqipja është bija e ilirishtes. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.